dëmshme të shkohet në zgjedhje për shkak të interesit qytetar. Pikërisht këtë po e them. Për shkak të interesit të vendit. Po, taksave të qytetarëve, pagesave, vonesave që krijohen në institucionet, pastaj zinxhirit total që funksionon në kuadër qeverisje qendrore, lokale, por nëse, po them, edhe një herë, nëse nuk ka zgjidhje tjetër, edhe nëse i bie që vetëvendosja po humb. Absolutisht ka. Sepse a dini pse? Sepse ne po shkojmë zgjedhje sepse zonja Albulena Haxhiu nuk po arrin të bëhet kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Në qoftë se shkojmë në procesin zgjedhor, arsyeja e vetme është që lëvizja vetëvendosje nuk po arrin që zonjën Haxhiu ta vendos në kryet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zona Bayram, kjo mund tjetë arsye e dytë. Po arsye e para që ata s'po mund t'i bëjnë votat për qeveri. More, ata mund t'i bëjnë votat për qeveri. Nuk jam i sigur që mund t'i bëjnë. E kam fjalën, nuk mund t'i bëjnë, nëse nuk mund t'i bëjnë, po ata duhet bëjnë. Nëse ju nuk shkoni, PDK-ja nuk shkon, Ramos Haradinaj nuk shkon, votat e minoriteteve, jo serbe 2 që i përmendën, nuk i kanë. Unë e përmenda një opcion tjetër për të mos shkuar në zgjedhje, dhe ajo është domethënë qeveria tranzicionale që e kemi propozuar ne. S'po e pranojnë. Nëse se pranojmë, atëherë do me thonë duhet shkojmë zgjedhje, po edhe për të shkuar në zgjedhje, po e them prapë që duhet të ulemi dhe të dakordohemi. Dhe çmimin kush po e pagun? Arsyeja se pse ne s'po kërkojmë një proces të ri zgjedhor është që krejt kostën e përsëritjes së procesit zgjedhor e paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës. A e dini sot çfarë? A e dini që Radio Televizioni i Kosovës ka ngelur pa bord? Ka që një kohë të gjatë në fakt që bordi i Radio Televizionit Kosovës nuk është funksional. A e dini që drejtorit, ushtruesit të detyrës, i ka skaduar mandati për të qenë ushtrues detyre i drejtorit. A dini që në muajin tjetër, përveç se në shkelje në kundërshtim me ligjin, sepse nuk ka kush që i nënshkruan listën e pagave për rreth 300 punëtorë të Radio Televizionit. A e dini që Komisioni për Minjera dhe Minerale, i cili jep licencat të gjithë atyre që nxjerrin rerën, zhavorin, eksploatojnë për ndërtimin e rrugëve, gjana të tjera. A dini që ka pothuajse 2 vite i cili është pa quorum dhe këto kompani të cilat punojnë sot, rrugë të cilat nuk po përfundojnë asësi, është sepse këto kompani nuk i kanë licencat aktive dhe nuk mund të shfrytëzojnë resurset natyrore në territorin e Republikës së Kosovës. Dhe shumicës prej tyre duhet të importojnë material në mënyrë që për t'i përmbushur kontratat ose nuk i kanë përmbushur fare kontratat. A dini që kemi numër të madh të institucioneve, të cilat janë jo funksionale, Më lejoni të kaloj të energjia. Vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike që me datën 1 qershor, 1300 kompani vendore, të cilat ose i kanë mbi 50 punëtor, ose e kanë qarkullimin mbi 10 milion euro, ose e kanë edhe njërin edhe tjetrën, duhet të kalojnë në treg të hapur. A e dini çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë? Do të thotë ngritje e çmimit për këto kompani